Mirëmbrëma dhe mirë se gjejmë shikues të nderuar edhe me këtë emision të radhës Provita. Zakonisht është kënaqësi e veçantë e imja kur në studio kemi të ftuar mjek të rinë nga të cilët do marrim shumë informacione, por kësaj radhe nga lëmia e ortopedisë, por në klinika, ose thënë më saktë problemet me gjunjët, të cilat problemet trajtohen në klinikën universitare të ortopedisë. Ne në studio sot kemi doktor Ismail Veliun, specializant i cili shumë shpejt edhe do jetë specialist, por është edhe asistent në sala, po jo të kirurgëve të ndryshëm. Dhe ne sonte bashkë vendosëm flasim për dhimbjet në gjunjë, për çka ju do na informoni, por në fillim t'ju përshëndes, t'ju dëshiroj mirëseardhje, është hera e parë që jeni drejt për drejt në emisionin Provita. Fillimisht ju përshëndes gjithashtu edhe unë juve, ju përshëndes gjithë teleshikues që na ndjekin këto momente. Kënaqësi e veçantë marr pjesë në emision që ju e moderoni me kaq përkushtim, me kaq dashuri ndaj profesionit, e sigurisht që rritni edhe vetdijen kolektive, po sigurisht edhe sensibilizoni personat të cilët kanë nevojë dhe duhet të dinë ku të drejtohen për problemet e tyre. Faleminderit. Specializant, por punë plot. Punë shumë. Sot kishi dhe me thënë mjaft punë nga ambulancat them drejtën erdhët në Provita, prandaj edhe një falimdrim të veçantë, sepse është rënd gjatë gjithë ditës edhe në salë të operacionit në këto vapa, sa do që të kemi. Apo, doktor, vendosëm të flasim për dhimbjen në gjuhë. Po. Çfarë është dhimbja në gjuhë? Është problem shëndetësor? Është vetëm një shenjë që diçka nuk është në rregull? Sepse ditëve të fundit gjithnjë më shumë po dëgjojmë persona, qoftë edhe të moshës më të re, që kanë probleme me gjuhën. Ne dimë se ndoshta mund të jetë thjesht një dhimbje në gjuhë, kalon për një kohë të shkurtër, pastaj prapë përsëritet dhe disi me një tabletë apo me ndonjë krem ne te kalojmë këtë problem, derisa fatkeqësisht vjen gjendje më serioze dhe pastaj e dini si trajtohen. Fillimisht, ana sqaroni një herë se çfarë do të thotë ky organ, kjo nyje, që është një nga nyjet më të mëdha apo jo në trupin e njeriu. Atëherë, dhimbja e gjurit jo çdo herë lidhet me një problem, kryesisht problem apo sëmundje në gjuhë, ajo kryesisht lidhet me një simptom, e pastaj ai simptom na çon deri në direktiva se çfarë masa të marrim deri te diagnostifikimi i saktë i asaj sëmundjeje. Por para se të kyqemi tek ato aspektet negative, modalitetet kirurgjikale, një sqarim apo jo? Po, do kisha dashur sigurisht që të flasim edhe për anët pozitive që na jep gjuri si organ. Edhe t'ja dim vlerën apo ta vlerësojmë ashtu siç duhet. Atëherë nyja e gjurit është një ndër nyjet më të mëdha në trupin e njeriut, është një nyje shumë e përsosur, shumë komplekse, e cila ndihmon në shumë procese, sidomos në dinamikën dhe lëvizshmërinë tonë ditore. Pra nuk është vetëm një gjuhë, nuk është vetëm një nyje që përkulet dhe drejtohet, por është një funksionalitet që na jep në përditshmërinë tonë. Unë shumë shpesh e them se është një motor i heshtur i cili ndihmon në çdo hap ne që të çojmë para. Atëherë, në për shumë ligjërime tona mjekësore, si profesorët tonë, jam mirënjohës shumë për profesorët sidomos që kemi, na thonë që gjuri nga aspekti anatomik është një mrekulli e krijuar, për nga komponentët që e krijojnë këtë gjuhë. Do thotë gjuri për krijimtarinë e vet, do thotë ka dy komponenta kryesisht që e ndërtojnë këtë gjuhë, edhe ajo është komponenta kockore dhe komponenta indeve të buta, që këto bashkë sigurisht që bashkëveprojnë me një sinergjizëm të jashtëzakonshëm për të dhënë atë funksionalitetin absolut të kësaj nyje. Atëherë, ja vlen të përmendet sigurisht që pjesët përbërëse apo kockore të kësaj nyje janë pjesa e kofshës apo pjesa e sipërme e nyjes, pjesa e femurit që i themi, pastaj në pjesën e poshtme pjesa kockore e tibias apo pjesa e këmbës, sigurisht edhe patella apo kapaku i gjurit që ndërlidhet edhe me strukturat paralele me strukturat e indeve të buta. Kurse indet e buta, kryesisht mundemi të nisemi nga menisjet, që janë dy menisje, menisku i jashtëm dhe i brendshëm, pastaj ligamentet e kryqëzuara, ligamentet kollaterale, si dhe ligamenti i patellës që së bashku krijojnë një kompleks të tillë. Përveç pjesës përbërëse strukturore që e përmendëm, pjesës anatomike, sigurisht që ja vlen të përmendet edhe pjesa e funksionalitetit kësaj nyje. Kjo nyje është një ndër nyjet që ka një funksion shumë të rëndësishëm në përditshmërinë tonë. Do të thonë na jep lëvizjen tonë, mban peshën trupore, mban stabilitetin përgjatë lëvizjeve, kërcimeve, vrapit e kështu me radhë. Por do kisha dashur ta potencoj se një ndër
komponentët kryesore kyçe të funksionalitetit të kësaj nyje është edhe mbartja e peshës së trupit. Dhe këtu kisha dash pak të ndalem edhe tek mbi pesha si një problem. Do ndalim e neve kemi një orë të plot doktor, prandaj edhe ju mora se si një problem pandemik në këtë botë globale që po jetojmë sot. Për kuriozitetin tuaj, po sigurisht edhe të opinionit, po do kisha dashur sigurisht ta marr një shembull për gjurin, në qoftë se një person peshon afro 100 kg. Kjo i bie që përgjat ecjes atij personi, kjo fuqi ose ky presion i peshës dispersohet në të dy gjujt, që i bie se secili gjuhë mban peshë trupore pothuajse 50 kg, por kjo duket deri tani e tolerueshme. Por çfarë ndodh në momentin që ne morim gjitje të përpjetshme apo zbritje të shkallëve? Thuhet dhe është dokumentuar shkencëtarisht se gjuri përgjatë lëvizjeve apo zbritjeve të shkallëve mbar një peshë 3 deri në 4 herë më shumë se sa vetë pesha trupore që e ka vetë njeriu. Kjo i bie që personi që posedon 100 kg i bie që në zbritje të shkallëve gjujt mbartin peshë 300 deri në 400 kg. E çka me ata persona që janë më të gjatë? Edhe pastaj aty dikun të thonë se është normal të kemi 90 kg, 100 kg, flasim për personat bëjnë 1,91 m. Ne themi se pavarësisht gjatësisë së trupit kemi një peshë ideale në trup. Dhe pesha ideale varon tek femrat edhe tek meshkujt, apo jo? Do thotë te femrat varon ajo më poshtë se 5 kg nga gjatësia trupore, kurse te meshkujt varion nga 1 deri në 2 kg. Por këtu problemi kryesor është obeziteti apo mbi pesha, sepse si çdo organ edhe kockat, por edhe nyja, sidomos nyja e gjurit, Pëson, definitivisht nga bipesha shumë organe tjera edhe mandej edhe shumë probleme shëndetësore shkaktohen nga bipesha. Doktor, le të shkojmë me atë se dhimbja në gjunjë, thatë, është diagnozë apo problem? Fakt na e sqaroni. Dhimbja në gjunjë nuk është diagnozë, por është një simptom, prej cilit simptom rrjedh problematika kryesisht që ne duhet ta kërkojmë. Atëherë dhimbja e gjurit është një ndër mënyra se si gjuri flet me neve, për të na treguar se edhe si dhem, kur dhem, në cilën kohë ka edhe shumë simptome tjera se si dhimbja apo jo. Edhe në cilën pjesë të gjurit. Do thotë varësisht dëmtimeve strukturore. Edhe dhimbja dispersohet në ato strukturat të cilat dhembin. Edhe jo rastësisht për gjatë ekzaminimeve tona klinike, qëllimi jon kryesisht është ne që të provokojmë dhimbje, me që rast ne diagnostifikojmë nëpërmjet ekzaminimeve klinike, testeve tona që i kemi ortopedike, se prej ku rrjedh ajo dhimbje. Faktikisht një ndër arsyet kyçe për shkallë dhemb gjuni, po thojmë te grup moshat e reja, janë lëndimet sportive. Janë të njerëzit që janë aktiv me sport, që lëndojnë menisqet apo ato strukturat që ndodhen midis byllëve. Po do na e sharoni pastaj edhe si çështje në vete për por çdo dhimbje nuk duhet injoruar, por jo çdo dhimbje duhet shqetësuar. Prandaj çdo dhimbje këtu jeni për të na sharuar çka duhet na shqetësoj ose cilat nuk janë aq problematike ta zëm. Se nëse pyesni, duke filluar nga unë e shumë persona tjerë, besom se do ankohen nga gjunjët. Për ditëshmërinë tonë klinike ne kemi shumë pacientë. E sidomos ato të cilët të parët ankohen nga dhimbja e gjurit janë fëmijët e pastaj dalin ato grup moshat e vjetra. Fëmijët kryesisht nuk duhet alarmuar nga dhimbja e gjurit, e sidomos nëse ajo dhimbja e gjurit është brenda orarit të ditës dhe jo të natës, sepse ajo dhimbja e natës e gjurit na asocion në diçka tjetër. Kështu që brenda dhimbjeve të ditës ne themi se ato dhimbje kryesisht janë për shkak se trupi, muskujt dhe kërca në zonët e rritjes që ndodhen në zonët më sipërfaqësore të çdo kocke, nuk munden që ta zhvillojnë pothuajse atë rritje të njëjtë në mënyrë paralele, në mënyrë të ekuilibruar në vetë trupin e njeriut dhe aty ndodh një inflamacion apo një ndezje e kësaj kërce në këto zona apo në këtë pllakën që ne i thojmë pllakë epifiziale. E zakonisht ndodh te fëmijët që janë aktiv, të fëmijët që janë sportistë, të fëmijët që kërcejnë, e dëmtojnë apo e lëndojnë këtë strukturë, po themi, dhe paraqiten ne me lëndime të tilla, apo paraqiten me dhimbje të tilla, me ekzaminimet tona, rezulton që personin fjalë apo fëmija në fjalë nuk ka problematika të cilat neve duhet të shqetësohemi, përveç që duhet me patjetër që ti parashtrohet, do thotë,
atyne këshillave tona mjekësore. Trim pak më qetë të trajtohet për një kohë të shkurtë pa mërmenja. A rikthehen këto probleme tek fëmijët, nëse i dëmtojmë sërish? Zakonisht kthehen, edhe zakonisht din të përsëriten këto lëndime. Sepse fëmijët nuk janë persona të cilët mund të kuptojnë nga dhimbja, janë persona të cilët janë kryesisht hiperaktiv. Edhe kjo si dhimbje zakonisht vjen edhe përsëritet edhe vjen me të njëjtat ankesa, por jo që do të thotë se kemi probleme, por sigurisht se mund të kesi edhe probleme, por ne kemi diagnostik, faktikisht nëse dyshojmë se kemi një thyerje të kësaj pllakës epifiziare, që i thomi ne, detyrojmë që pacientit të bëjë një rentgenografi diagnostike apo një rezonancë magnetike, me që rast ne e diagnostifikojmë me saktësi të plota, kemi dëmtim të kësaj strukturë, se kjo strukturë është shumë e rëndësishme, për shkak se në këtë strukturë ndodhe dhe rritja e kockave. Nëse dëmtohet kjo strukturë, faktikisht bën edhe problematika tjera rrjedhimisht te këto fëmijë. Kemi edhe raste përmendet fëmijët, pak prap fëmijë, po disi të mitur janë, domethënë, po ndoshta edhe deri 18-19 vjeç derisa thon kohën e pubertetit. Edhe këta kanë telashe me gjunjët, por disi pas një kohe te kalojnë ose mos tam tani e harrojnë këtë dhimbje. A është normal kjo, sepse ne në popullin thojmë rritet fëmiu, rritet vajza, rritet djali dhe prandaj ndoshta zgjatet për një herë, edhe ndoshta dhëmbin kocat derisa përfshi këtu edhe gjunjë derisa. Nuk do të thosë se domosdoshmërisht çdo dhimbje përfshihet me një dëmtim, po thojmë, të strukturave kockore apo të strukturave të indeve të buta. Edhe ajo dhimbje mund të jetë edhe për shkak ndonjëherë edhe për shkak mos aktivitetit apo mos zhvillimit të muskujve. Sigurisht që edhe lodhja fizike tek sportistët mund të vijë edhe të ankohen deri tek këto probleme për shkak të ndezjeve apo inflamacioneve që ne i thojmë të tendinave apo tendinopatitë ndryshme. Tendinat janë ato strukturat të cilët janë përfundimet e muskujve që lidhen faktikisht me kockët dhe ata marrin ndezje dhe bojnë kësi probleme. Por kryesisht dhimbja e gjurit tek grup moshët mesatare, po themi, ndërlidhet sigurisht edhe me një dëmtim sportiv. Kryesisht lidhet me dëmtim sportiv, e sidomos tek personat që janë sportist profesional, të skiatorët sidomos për shkak lëvizjeve rrotulluese, sepse mobiliteti apo fleksibiliteti i vetë gjurit nuk është i parapart për të bërë lëvizje jashtëzakonisht të shpejta. Dhe në këto raste mund vi deri tek lëndimi të këta persona. Dhe varësisht mekanizmit të lëndimit, a kemi, si them ne, rotacion të mbrendshëm apo rotacion të jashtëm, varësisht lëndimi si lëndon edhe kompartmanët apo lëndon edhe strukturët që i kap faktikisht kjo lëvizje. Sidomos mësë shumëti që lëndohen janë menisqet edhe ankesat mësë shumëta që vinë të ne janë për shkak lëndimeve të menisqeve të grup moshët aktive, po themi. Kemi edhe një grup të personave, ndoshta edhe më të rritur janë, jo më të rritur, po më të rinj, të cilët nuk janë sportist, po mund të lëndohen në aksidente të ndryshme, qoftë me biciklet, rëzohen, disi u kalon, kemi neve metodat edhe alternative që i praktikojmë, apo jo, pa e dërguar tek mjeku, vetëm nëse eventualisht kemi ndonjë edem më pas, pastaj po edhe asaj disi ja gjejmë mënyrën spaku jo çdo herë, por nëse nuk ka dhimbje të padurueshme në momentin, rrallëherë ndoshta edhe mendojmë se e te kalon këtë problem dhe pak me vonese dërgojmë në ortoped. Çfarë do thoni për këto raste dhe a keni raste të këtilla? Kemi shumë raste të tilla dhe është shumë e vërtet se sidomos ne jemi paraprir që t'i ikim problematikave dhe të mos e pranojmë problematikat shëndetësore, se nuk duam ta pranojmë se është një gjë negative, sidomos një problem shëndetësor, sidomos. Edhe shumicën e kohës, personat që po themi lëndohen, sidomos të rit, i ikin ekzaminimeve klinike, por vinë në momentin që atëherë bëhet serioze dhe dhimbja bëhet permanente te ato, bëhet kronike te këto persona. Por kisha apeluar se ajo dhimbje, po themi, ose ai lëndim i cili vijon po thojmi me enjtje të gjurit. Enjtja e gjurit nënkupton se brenda gjurit kemi një lëndim të madh. Dhe zakonisht ky lëndim është shkaku i akumulimit të gjakut, që ne i themi hemartros. Akumulimi i gjakut dhe akumulimi i gjakut në gjuhë vjen si pasojë e lëndimeve strukturore të këtyre indeve që i përmendëm, apo jo. Pastaj nëse kemi bllokim të nyjës apo pamundësi për të lëviz nyjën, kjo nënkupton që
brenda strukturave të indeve të buta ne kemi një problematik. Zakonisht duke i folur për grup moshët e reja. Se këto problematika sidomos lidhen me grup moshët e reja, të ato personat që janë aktiv, jo të personat që janë në moshë dhe kanë sidomos një dhimbje kronike, po themi. Po dhimbja kronike të grup moshët e vjetra vjen si pasojë e konsumimit të vetëmirës, që duhet sqaronim prej cilës moshë në fakt mund t'i presim këto dhimbje kronike, doktor. Edhe cilat janë gjithë një themë në suaza të normales, apo jo. Edhe në cilat pastaj duhet definitivisht vim dhe të kërkojmë ndihmë tek ortopedi, sepse kam përvojën, ose mendoj informacionet dhe nga përvoja juaj si ortoped, ndoshta jo personale, po nga ata kolegë të cilët kanë qenë këtu, zakonisht theksojnë se vinë në fazën kur më veç duhet të bëhet transplantimi ose ndrimi i gjurit e ato gjëra tjera, protezat vendosen, sepse nuk janë diagnostikuar dhe trajtuar me kohë. Them sigurisht se numri i ankesave në rritje e sipër është sidomos te grup moshët e vjetra, po duhet të kuptojmë se unë nuk e quaj, kjo në gjuhën tonë quhet si osteoartrit, por unë nuk e quaj si smundje shkaku i një konsumi fiziologjik që ne tërkohës e konsumojmë këtë gjuhë. E sidomos që e përmendëm tek personat që kanë obezitet apo që kanë me mbipesh. Te ato konsumi këtyne strukturave që i përmendën e sidomos kërcës brenda strukturave, komponentave kockore harxhohet dhe me patjetër se ato vijojnë direkt tek progresioni i kësaj sëmundje. Por kjo sëmundje fillimisht duhet diferencuar në kuptimin që kjo sëmundje mund të jetë si sëmundje primare, që vjen si pasojë shkak i moshës, apo si pasojë shkak i harxhimit apo i konsumimit të vetënyjes, apo kemi raste që osteoartriti apo artroza, degenerimi i gjunit mund të vijë edhe si pasojë i një procesi sekundar që ndodh në trupin e njeriut. E sidomos këto procese sekundare, tek artriti sekundar, mund të ndodh tek grup moshët e reja, do të thotë nuk i anashkalon moshën, sidomos bëhet fjalë për probleme autoimune në trup, siç është reumatoidi artrit, që ka të bëjë me probleme autoimune. Pastaj lupusi, pastaj tek pacientët që paraprakisht kanë patur një aksident brenda komponentave strukturore apo kockave të vetënyjes, apo ne i thojmë artrit i induktuar post-traumatik, apo artrit i cili zhvillohet për shkak të një lëndimi apo traume që e ka patur pacienti paraprakisht në vetë gjurin. Por tani avancimi normal edhe i medicinës edhe i teknologjisë tonë është në nivel absolut, sidomos në mjekësinë tonë terciare. A e paralemron kjo çështjen ose pyetjen time që duhet jetë cilat janë mënyrat e diagnostikimit dhe në cilat raste, do me thënë, cilën metodë e përdor? Varësisht fillimet e tona të diagnostifikimit janë sigurisht në bazë të anamnezës dhe historisë. Do ju ndërprej, do njerë ndodh që ashtu kam dëgjuar, edhe me prekje mund të detektoni ndonjë problem dhe shpesher mund të thoni se ju personalisht kur flasë se është hera e parë në Provita, ndoshta edhe ende nuk jeni mësuar në mënyrën se si pyes ose ju ndërprej si bashkëbisedues. Shpesher mund të ktheje në shtëpi pa ndonjë analizë tjetër, sepse ortopedi ka parë të arsyeshme që ndoshta thjesht momentale është. Ne themi shpesh se historia e marrë nga pacienti. Anamneza? Po, anamneza, historia e marrë nga pacienti. Ekzaminimi klinik është pothuajse 90% i diagnostifikimit tonë, por sigurisht që për ta kategorizu vetë sëmundje, neve na duhet me patjetër dhe ndihmesa radiodiagnostike. Duke fillu nga ultrazëri? Duke fillu tek nëse e potencojmë problematikët e grup moshët e vjetra, ne fillojmë me radiodiagnostika apo me një rentgenografi të thjesht, me që rast ne e shohim sakse për çfarë bëhet fjalë, sepse e mirëpresim se ato struktura janë të konsumuara dhe kemi sigurisht që 4 faza të këtij konsumimi apo të kësaj artroze dhe varësisht të kësaj faze që ndodhet pacienti, ne edhe e këshillojmë për terapitë të cilët ai duhet t'i marrë. Kemi situata të cilët pacientët sigurisht që vonohen te ne kur vinë do të thotë
të tejkaluar ajo faza përfundimtare që themi na faza e 4 e artrozës, vinë me osteofite të ndryshme, me kalcifikate që themi në gjuhë popullore, shilca të ndryshme. Po, edhe normal që ato kanë humbje të madhe të fleksibilitetit të vetë gjurit, kanë një lëvizshmëri të kufizuar, kanë një invaliditet të vogël sigurisht dhe sidomos ankohen në pjesën, në dhimbjet në pjesën e brendshme të gjurit, se pjesa kryesisht e cila konsumohet të çdo personi, sidomos të grup moshët e vjetra, është pjesa e brendshme e gjurit. Nga aty fillon ajo konsumimi real, ajo din të jape sinjalet e para të dhimbjes dhe prandaj edhe vinë. Si e përshkruajnë dhimbjen? Si kur me i shpu diçka, si dhimbje që ndalet, sepse thatë edhe vetë, dhimbje gjatë lëvizjeve, por dhimbje edhe gjatë qëndrimit ullur. Provokuar. Edhe provokimi kryesisht të këto pacienta vjen për gjatë lëvizjeve, e sidomos që e përmendëm për gjatë zbritjeve të shkallëve. E sidomos, po thejme të grup moshët e vjetra, të nënat tona, të plakët tona, të cilat sigurisht që edhe bëjnë namaz, thonë që nuk mundën të përkullin këmbën kur falen, për shkak se përkullja e këmbës është e pa mundër të personat të cilat kanë një degenerim absolut apo një degenerim të fazës përfundimtare definitive të kësaj smundje. Dhe kryesisht cilat janë ato masat të cilat ne i marrim. Dhe masat të cilat ne i marrim varësisht varen sigurisht nga vetë faza, nga vetë zhvillimi apo progresioni kësaj smundje. Në fazat fillestare ne kemi po themi aplikimet tona të cilat i japim në nyje, aplikime intraartikulare. Dhe cilat janë ato? Shembull e përdorim PRP në fazën e parë apo në fazën e dytë të degenerimit. PRP-ja do të thonë është një metodë që sot aplikohet në mjekësi regenerative. Kam dëgjuar ca injekcione i japin, po nuk di tash. Kryesisht PRP-ja ka gjetë atë aplikacionin e dur, mirët gjaku i pacientit, centrifugohet me një shpejtësi të madhe dhe ndahet ajo plazma e pasur me trombocide dhe plazma e varfër me trombocide, mirët plazma e pasur me trombocide dhe me faktor të rritjes, aplikohet në nyje dhe kjo thuhet që bën një rigenerim brenda nyjës për gjithë një duke marrë parasysh në fazat fillestare. Pra, pastaj, përveç... Në klinik i bëni këto, sigurisht po. Përveç PRP-s një aplikim kryesisht shumë të mirë që ne e gjejmë dhe aplikojmë në këto faza, është edhe sigurisht edhe acidi hyaluronik që jipet brenda në nyje, që edhe zvoglon ndezjen, se këto persona zakonisht ankohen edhe për shkak ndezjes, për shkak entjes. Se çdo prekje, çdo fërkim i kockave njëra me tjetrën, shkaku i mungesës së kërcës, ajo lishon, ne themi, një detritus apo një mbeturin kockore, e cila jep një ndezje apo një inflamacion brenda nyjes dhe kjo jep një entje të nyjes dhe me patjetër ne duhet këtë entje apo këtë ndezje që ta qetësojmë me patjetër. Gjatë ky trajtim duhet të qëndrojnë në klinikë apo është ambulancë ditore? Trajtimi është në ambulancët tona, në përditshmërinë tonë, është disa minutësh, por ka aplikim dhe ka efekte shumë të mira në këtë punë. Përfunduam pak deri diku me rastet më të lehta që të vazhdojmë pastaj, ose ende doni të flitni edhe të na sharoni ato që ka ju e shihni si problem në përditshmërinë e juaj, se megjithatë ju jeni aty çdo ditë me shumë pacient të moshave ndryshme, gjiniës, e kështu me radhë. Si ortoped, të thotë atë që ka e shihni atje. Për çka mendoni se duhet na jepni edhe ca informacione dhe këshilla para se të fillojmë tek mënyra tjetër e trajtimit? Një ndër problemet kryesisht në klinikat e tona terciere është edhe mbigarkesa e pacientëve për shkaqe të ndryshme, e sidomos për shkak tek pacientët të cilët duhet bërë një ndërhyrje kirurgjikale, po themi, për arsye se klinikat për rreth, për shkaqe të ndryshme, po themi ndoshta edhe për shkaqe të mungesës së një anesteziologu në pamundësi për ta kryer intervenimin, vinë në klinikën tonë terciere dhe ne kemi një fluks shumë të madh të pacientëve tonë, të cilët duhet me patjetër të trajtojmë, jo të. Rregull. Doktor, nga këndvështrimi i juaj dhe nga përvoja juaj, ju lutem tani, cilat raste i dërgoni për të bërë një ose për të siguruar imazhe nga rezonanca magnetike, ultrazëri thatë me rentgen, shifet kryesisht ndoshta edhe ajo që ju e kërkoni, por ka raste kur pacientët e kanë domosdoshmë të shkojnë edhe në
radiologji për të bërë kontrolet ose për të bërë... Jo rasisht, i përmendëm dy komponenta kryesore të vetë gjurit, apo jo? Komponenta kockore dhe komponenta inteve të buta. Për të vizualizu komponentën kockore është shumë e thjeshtë sepse na duhet vetëm një radiografi e thjeshtë. Ose rentgen, ashtu si që ta njofim. Rentgen në gjuhë popullore, por në qoftë se flitet për lëndime, dëmtime, në qoftë se ne kemi indikacione që personi në fjalë, pacientin në fjalë, ka një dëmtim të indeve të buta, ne me patjetër që duhet të bëjmë një rezonancë magnetike, dhe rezonanca magnetike është një standard i ardhur në vizualizimin e këtyre strukturave, sidomos në lëndimet e menisqeve, në lëndimet e ligamenteve të kryqëzuara, pastaj sigurisht në qoftë se dhe dyshojmë për ndonjë proces onkologjik të këto pacienta apo proces tumori që zhvillohet në indet e buta, me patjetër që na duhet rezonanca magnetike. Okej. Shpeshherë përmendet menisqet. Ne vetëm kemi dëgjuar ne laikët menisqet, por pa pas përvojë tek klinika apo takim me ortopedën, ndoshta edhe nuk dim çfarë janë. A mund na tregoni këto, është problem serioz apo jo? Trajtohen nëse diagnostikohen me kohë, e çka nëse nuk trajtohen? Pastaj shkojmë edhe me ligamentet. Ne kemi dëgjuar se mund ndodhë që edhe të puten ligamentet. Është shumë çka tjetër, po normal juve do ju të na isharoni gjitha këto detaje tani. Atëherë menisqet janë struktura, komponenta të indeve të buta të cilat ndodhen midis nyjes apo midis dy kockave, asaj të kockës së kofshës dhe kockës së këmbës, dhe kryesisht funksionaliteti kryesor i menisqeve është të mbaj presionin vertikal të vetë nyjes apo shquhet si një amortizer i nyjes, si sfungjer i nyjes, ka formën e fasulës, janë dy menisqe, ajo e jashtme dhe ajo e brendshme, por zakonisht lëndohet e brendshme, për shkak se fleksibiliteti i vetë meniskut të brendshëm është më i vogël në krahasim se menisku i jashtëm, për shkak të një ndërlidhjes që menisku i brendshëm ka edhe me ligamentin e kryqëzuar të përpara. Dhe zakonisht kur lëndohet, kur kemi një lëndim serioz të meniskut, kemi pothuajse edhe një lëndim parcial apo një kaputje totale të ligamentit të kryqëzuar të përpara. Çfarë bëhet në këtë rast dhe a trajtohet? Fillimisht pacientët kur vinë te ne duhet sigurisht që të shohim klinikën, të shohim se si duket gjuri. Në qoftë se brenda 24 orëve marrim informacionin se gjuri ka një etje të jashtëzakonshme, ka një bllokim të nyjes, një pamundësi për ta lëvizur nyjën, me patjetër neve duhet ta indiktojmë, të japim udhëzim për një rezonancë magnetike, ta diagnostifikojmë dhe ta trajtojmë të njëjtën. Dhe trajtimi i këtyre strukturave bëhet kryesisht në mënyrë minimal invazive, ne i thojmë, apo pa lëndime të strukturave përreth. Hyjmë nëpërmjet artroskopit. Artroskopi është një instrument i cili hyjet nëpërmjet dy portave apo dy hyrjeve në gjuhë, hyrjes së jashtme dhe asaj të brendshëm. Me çfarë njëri instrument është endoskopi apo kamera për vizualizim të strukturave, ku artroskopia përveç që gjen funksionalitetin e vet në diagnostifikimin edhe vizualizimin e këtyre strukturave, ne kemi hapësirë edhe nëpërmjet artroskopisë të futemi në anën tjetër apo në hyrjen tjetër nëpërmjet instrumenteve të cilat i posjedojmë për lidhjen, po thojmë, të menisqit, në qoftë se menisku na jep mundësinë që ai menisk duhet që të suturohet apo duhet të qepet apo duhet të pastrohet. Njëkohësisht edhe në klinikën tonë kemi shumë të zhvilluar edhe opcionin e transplantit. Sigurisht që keni ndëgjuar. Po, definitivisht ne edhe tash para ju sigurisht që kemi ndëgjuar dhe tani para pak kohësh dhe kemi bërë dhe transplantin e parë të meniskut nga një kadaver, apo nga një person i cili është aksidentuar dhe është ka qenë person i vdekur dhe kemi implantu meniskun tek personit i cili nuk ka patur menisk fare. Gjithashtu në përditshmërinë tonë klinike kemi shumë transplante të ligamentit të kryqëzuar, posaçërisht të kryqëzuar të përpara. Çfarë lloj problemi është, doktor? Po harroni që ne nuk mund t'i kuptojmë gjitha këto, po mundohemi pak apo jo, edhe pak në gjuhën pak më të kapshme për ne. Atëherë këto struktura janë strukturat që mundsojnë funksionalitetin e vetë gjurit. Në mungesë të këtyre strukturave, sidomos të menisqeve dhe të ligamenteve, ne kemi humbur një stabilitet në gjuhë. Atëherë, ligamentet e kryqëzuar si i përparme dhe i pasme pamundsojnë që gjuri të ikë nga ana e përparme dhe nga ana e pasme, ndërsa menisqet e pamundsojnë atë fërkimin e kockave.
Dhe në munges të këtyre sigurisht se edhe të grup moshët e reja, ndodh deri tek degenerimi i hershëm i gjurit. Dhe ndodh deri tek implanti apo deri tek zavendësimi i nyjes me implant artificial. A kemi raste kur mund të parandalohet implantimi i gjunjë? Nëse shbi me kohë? Ne të gjitha përmasat i morim sigurisht që operacionin apo ndërhyrjen kirurgjikale ta lëm për fund. Në momentin të gjitha, si them gjuhën popullore, të gjitha armatimet e mundshme të vogla që ne i kemi për t'i konsumuar të pacienti, nuk rezultoj me një pozitivitet, ne i kemi me patjetër që tek pacientin fjalë që të ndërhyjmë edhe në mënyrë kirurgjikale. Po me patjetër që duhet edhe t'i japim mundësi tona konservative që i përmendëm. Tek rigjenerimi i menisqeve, tek pacientët që kanë problematika të menisqeve, po jo dhe blokim gjuri, që e ka një funksionalitet të lejuar të gjurit, provojmë me PRP-n që e përmendëm, provojmë me rigjenerimin, provojmë me aplikacione intraartikulare për të qetësuar ndezjen, për të dhënë një mundësi për një rigjenerim, por në momentin që nuk kemi, duhet me patjetër që edhe të intervenohet me metodat tona të cilët i kemi. Nëse nuk gaboj, nuk mund të njëjtën kohë ti operoni dy gjunjët. Dhe ndodh ndonjëherë pacienti të ketë problem vetëm me njërin gjuhë, apo çdo herë me dy gjunjët. Dhe në cilat raste dhambin dy gjunjët, në cilat raste vetëm njëri? Pyetje me vend këtu kryesisht kjo tematik varet edhe prej natyrës, prej nga ka ardhur dhe vetë smundja. Te personat po themi që janë grup mosha të vjetra, degenerimi apo konsumimi i gjurit nuk kap vetëm një gjuhë, po kap të dy gjuhët po themi. Por sigurisht që ne operojmë njërin gjuhë i cili gjuhë është më i dëmtuar dhe i cili gjuhë jep më shumë dhimbje tek pacienti, për shkak se jo që në botën perëndimore edhe te ne nuk operohen të dy gjuhët për menjëherë, por rehabilitimi të këta pacienta post-operativ është shumë më i vështirë. Edhe sigurisht që edhe do të kushtet keni, apo jo ne nuk i kemi ato kushtet që edhe këtu terapia fizikale në rehabilitimin ton post-operativ e ban edhe punën tonë që sigurisht që meritojnë një mirënjohje për këtë punë. Definitivisht po jo si në vendet evropiane ku që aty mund të operohen, aty mund t'i kenë apo këto trajtime nga një, po nuk jeni jo këto normal për këtë çështje se duhet apo jo menaxhuesit, po edhe ata që drejtojnë Ministrinë e Shëndetësisë që të mendojnë këtë drejtim. Këtu këtë varet e natyra e smundjes, siç e përmenda. Shembull tek smundjet sekundare, tek smundjet që është paraqit artroza e gjurit, po për një proces sekundar në trupin e njerit, po thojmë për shkak një smundje autoimune. Këtu kemi një target, themi një target nyje, edhe nuk do të thotë se të dy nyjet janë të prekura. Do të thotë mund të preket vetëm një nyje, preket nyja e djathtë e gjurit, preket nyja e këmbës e majt, pavarësisht se target cilin gjuhë e ka apo cilin organ e ka për ta sulmuar. Prandaj e potencova se varësisht natyrës së smundjes shkojmë edhe me modalitetet kirurgjikale. Eventualisht, a ka lidhshmëri ndoshta edhe problemi me spandilos, tani unë do ju pyes ju, do përgjigjeni ndoshta me unazat, edhe gjunit dhe pastaj edhe zogu i këmbës, ne ashtu thëmë në gjuhën e popullit, në gjuhën e juaj ju na e sharoni. Eventualisht, a ka diçka kjo lidhshmëri? A mund dhe më gjuni, a problemin të kem dikun tjetër? Atëherë unë do e lidhi fillimisht me gjurin. Lartë përmendëm se gjuri është jo vetëm një nyje, por është një shtyllë statike që mban presion në trupin tonë. Edhe jo rastisht e potencuam edhe dispersionin e peshës trupore apo mbi peshës. Në momentin që po themi një shtyllë në trupin tonë është konsumuar, apo është e mbigarkuar, sigurisht që në mënyrë kompenzatore edhe nyjet tjera do e marrin efektin për të zavendësuar modalitetin apo fleksibilitetin e asaj nyje. Sigurisht këtu që pëson më së shumti boshti i kurrizit. Më së shumti boshti i kurrizit. Po jo që nuk do të thotë se problemet njerëzit për ta bërë një diverzion. Po, ju lutem, po ju pyes ta shpejt çka mendoj se duhet, që këtu nuk lidhet me gjurin. Besëm kam në rrjetet sociale edhe ja, tani kam edhe ca pyetje tjera. Po, këtu në momentin nuk lidhet me gjurin. Te personat që kanë probleme me herni, po thojmë diskale, me probleme me lumboishialgia, me probleme me dhimbje të këmbës për shkaqe të boshtit të kurrizit. Ato persona nuk e kanë dhimbjen të lokalizuar,
pash një dhimbje shembull që ankohen për dhimbje prej kryqe e deri tek këmba apo deri tek muskuli i këmbës. Do thotë nuk është dhimbje lokalizuar. Kryesisht problematikat e gjurit lidhen me dhimbje të lokalizuar brenda gjurit. Dhe ato dy gjëra duhet me patjetër që të diferencohen. Me qenë se sikur ne keshmi doktor linja telefonike të hapur, ata ne kom gjetë një mënyrë tjetër, ndonjëherë mund t'i lexoj ca pyetje. Vajza thotë, babaj në mosh 78 vjeqe, shprehetaj e lëshojnë gjunjët në sekond. Çfarë i bie kjo? Këto përgjigje nëpërmjet mënyrës televizive si mjekësh. Jo, ne nuk po kërkojmë diagnozë, kështu po thjesht ndodh dhe çka mund të jetë kjo. Kemi dy arsye përse ne mund t'i hasim këto problematika. Si që përmendëm, këto problematika sidomos deri tek lëshimi i këmbëve nuk ndodh shkaku i gjurve, po nuk do të thotë se duhet përjashtuar. Por zakonisht lëshimi i këmbëve apo mos fuqia e këmbëve varet kryesisht prej boshit të kurrizit. Kur është i kap, po thojmë, një nerv apo për shkak të një diskusie herni diskale apo pavarësisht çfarë problematike lidhet, dhe kjo ka të bëjë me problematika neurologjike që jep vet nervi. Po nuk do të thotë se duhet edhe anashkaluar edhe problematika e gjunjëve, po me patjetër që ne duhet me egzaminu me saktësi për t'i bërë këto diferencime. Se pas e normal edhe bashkëpunoni, apo jo edhe me traumatolog, me kështu. Tjetra pyetje kishte të bëj me reumën, po, duket, po, me reumën. Sa gjunjët mund të dhëmbin për shkak se pacient janë fakt grua që ka relativisht e rejmë, shtrep 28 vjeqe. Në përgjithësi, reuma... Tani, besoj që dhe juve ju kanë shqaruar ashtu. Para se të bie shi, thotë më dhëmbin gjunjët. Sa mund ndodh kjo dhe sa është kjo? Kryesisht njerëzit e lidhin me ndryshime meteorologjike apo me ndryshime të kohës. E si thoni ju? Po, nuk është me patjetër që dhimbja e gjurit, po thëmë në mënyrë spontane, është me patjetër që të lidhet me një proces autoimun apo me një reum. Reuma kërkon diagnostifikimin e vetë nëpërmjet metodave të cilat ne i posedojmë. Shembull, me patjetër duhet të dim apo të bëjmë rezultate që të diagnostifikojmë që pacientja në fjalë ka reum apo nuk ka reum. Dhe kjo kryesisht bëhet nëpërmjet gjakut. Doktor, një çështje ose një pyetje tjetër ka të bëjë me pas ndërhyrjes kirurgjikale, do me thonë ka bërë transplantimin e gjunit para 10 viteve, derisa mund të mbajt njëjtën protez, ashtu përshkru. Ne zakonisht pacientët i këshillojmë pas një implantit të gjurit. Nuk do thotë që nuk ka afat, çdo gjë ka afat në trup, po ne themi se sigurisht që një 15 vjet deri në 20 vjet mund të çojë varësisht edhe prej predispozitave tona. Se tek pacientët që po themi, janë me mbi peshë, mbi 20 deri në 30 kg nga peshat normale, trupore, me siguri se ai gjuhë do pësoj më herët se sa tek personat që janë më pak aktiv. Jo që nuk do të thotë se ne kemi edhe sfidë jashtëzakonshme edhe te personat shembull që kanë një implant dhe kanë një aksident, po themi, dhe bëjnë një fraktur tek vendi në të cilën është e implantuar proteza, dhe ne këtyre i themi si fraktura periprostetike apo thyrje për tek nyja e cila është implantuar, që na jep një sfidë jashtëzakonshme. Një zonë tjetër pyet: a mundet dhe a është e vërtet që për shkak të mbi peshës, e pas kanë kthyer, do të thotë, kirurgët nuk ka mundur t'ua bëj transplantimin e gjunjëve? Në përgjithësi. Edhe pas ka kush do të thotë që të dobësohet mjaft shumë. Mendoj që kërkon... Që ti nështrohet kërkon një emision. Tani kërkon edhe mendimin e juaj, është e vërtet ajo që ndoshta për këtë arsye është kthyer jo pse s'kan pasur proteza? Kërkojmë, ndoshta kërkohet një emision i tërë për ta... Do i bëjmë, doktor, neve tani ju gjeta dhe juve, po. Për ta ilustruar edhe normal për ta diskutuar edhe problemat e mbi peshës që ndikon mbi pesha, edhe tek pacientët që edhe nuk kanë proteze, sidomos tek pacientët të cilët kanë një implant të gjurit. Ne thamë që shtylla kryesore e organizmit në mënyrë biomekanike që mban peshën tonë trupore është gjuri.
Do të thotë qenë ka e vërtet që edhe kirurgu mund ta kthej, sepse nuk është... Me patjetër. Sa e keni më rënd të bëni implantimin e gjunjëve tek pacientët që janë me mbi peshë? A ka këtu edhe... A ekziston rreziku? Teknikisht ne nuk I kemi sfidët tona në mënyrën kirurgjikale. Sfidët tona nuk do të thotë se janë sfida shumë më të rënda nëse ne operojmë një pacient I cili është mbi peshë. Po sfidët janë post-operative. Qka pas? Na shqaroni dhe këtë, spaku ca këshilla ose informacione për ata persona që janë në prag të implantimit dhe për ata persona që më veç kanë sa ata duhet kujdesen pastaj, sa duhet të bëjnë kontrollat e rregullta, të zbatojnë rekomandimet e juaja. Nuk është një kërkesë e lehtë I thuhet pacientit se duhet bish në peshë. Sigurisht që është një kërkesë që kërkon sfidën e vetë, edhe pacientit edhe anës tonë. Por, këshilla jonë, sidomos të këta pacientë që janë në mbi peshë, dhe duhet I nënshtrohet një operacioni, si që është operacioni zavendësimit të nyjes me nyje artificiale, është I patjetërsueshëm. I patjetërsueshëm për shkak të funksionalitetit më të madh dhe mbijetesës më të madhe të vetë asoj nyje artificiale në trupin e vetë pacientit. A keni pasur raste kur për një kohë shumë të shkurtër është dashur një pacient ta operoni 2 herë? Apo edhe thatë kohës gjatë nuk na sqaruat 10 vjet, 15. Si çdo operacion, sigurisht që I ka dhe komplikacionet e veta, që ne ato komplikacione asnjëherë nuk mundemi t'i parashikojmë. Ka komplikacione të ndryshme. Një ndër komplikacionet, po themi, mbas implantimit të gjurit, apo mbas implantimit të çdo nyje në trup, është sigurisht edhe infeksioni post-operativ, për shkaqe të ndryshme, qoftë për shkaqe të vetë pacientit, të sistemit të vetë imunitar, qoftë për shkaqe intraoperative, vetë tonë, dhe sigurisht që duhet me patjetër që edhe të hyjet edhe të intervenohet sekundarisht të njëjti pacient. Por njëkohësisht, sigurisht që kemi edhe raste të tilla që pacienti, po themi, mbas 1 viti, pas 2 viti, askush nuk është imun ndaj aksidenteve të ndryshmeve që neve mund të na shfaqen në jetë, që I përmendëm, që mund ndodhe deri tek aksidentimi, deri tek thyrja e kockave për rreth nyjeve dhe me sigurisht që duhet të intervenojmë. Tani mistinën e verës, mos dash zoti, po ja që ndodhin shpesh herë deshje të ndryshme nga ana tjetër, kemi edhe spaku nga kirurgët tjerë, për shkak se jo vetëm edhe ju që do jeni në pushim si mjek në përgjithësi flas, jo vetëm tek ne, po në çdo klinikë, jo vetëm në klinikën e juaj, po nga ana tjetër temperaturat e larta mund të ndikojnë në paraqitjen e infeksioneve post-operative. Prandaj kemi operacione elektive dhe selektive. Si ndodh në klinikën e juaj ose tek ju si ortoped? Sa do të ndikoj tani stina e verës nëse do I ktheni tani mos shprehem keq, po do I shtyni pak ndërhyrjet kirurgjike të cilat presin, ndoshta transplantimi I nyjeve, gjunjëve kështu me radhë. Si qëndron puna këtë drejtë? Në klinikën tonë sigurisht që ne punojmë edhe raste elektive, siç janë rastet që I përmendën, edhe raste urgjente, që janë raste të thyrjes. Ata të cilët janë elektive, ne I themi që janë raste të programuara apo janë raste të pritura. Përderisa pacienti, po themi, kushtimisht ka pritur 3-4 muaj, do presë edhe 2-3 muaj për kushtimisht për të mirën e vetë pacientit. Shkaku, çdo intervenim I cili kërkon, po themi, një intervenim më të gjerë, ka dhe rrezikshmërinë e vetë për raste infektive, e sidomos tek temperaturat e larta. Dhe ne kemi këto problematika se temperaturat e larta ndikojnë jashtëzakonisht tek mos mbyllja e varrave pas operacionit. Dhe jo rastësisht këto procese elektive, këto operacione elektive, ne I shtyjmë për një afat me derisa normal të bien edhe temperatura. Transplantimi I nyjeve ose gjunit në moshë më të re, cili është rast që edhe pastaj mosha më e vjetër, kur mund të pranoni të bëni operacion si kirurg ortoped, në cilat raste jo? Që ta sqartësojmë këtë dilemë, na kthejnë, nuk na kthejnë, na pranojnë, s'na pranojnë, mundet, s'mundet. Të gjitha rastet të cilat kanë indikacion absolut për operacion, ai rast nuk kthehet. Tek të rritë që I përmende, që duhet zavendësimi nyjës totale me një nyje artificiale, kemi në raste kur artritit, që sapo e përmendëm, është si proces sekundar në trupin e njerit.
tek reumatoidi artrit, ne kemi operuar dhe pacientë që kanë moshë 34-5 vjeçare. Kemi operuar dhe pacientë të cilët vuajnë nga hemofilia, është një sëmundje shembull e mungesës së një faktori të gjakut që sulmon një organe, kryesisht një nyje dhe shkatron atë nyje dhe me patjetër që ne duhet të operojmë atë pacient. Po për shkak të numrit të vogël të këtyne materialeve dhe implanteve, e sidomos për shkak se mjekësia terciere apo mjekësia në përgjithësi nuk është e centralizuar deri në atë pikë se çdo institucion, po themi ortopedik në Maqedoninë e Veriut, i kryen këto intervenime, me siguri që ne do kemi fluksin shumë të madh të pacientëve. Madje edhe sot e kemi, domethënë, javën e kaluar kishim nivelin sekondar, ortoped në nivelin sekondar, tani me siguri që do kemi shumë fluks, edhe me siguri që materialet tona, se ne në fakt shërbejmë në klinikat tona. Materialet neve, me siguri që menaxhmenti politik apo menaxhmenti institucional, në rast edhe Ministria e Shëndetësisë, na i siguron që ne të punojmë. Dhe ne punojmë me kushtet apo infrastrukturën të cilat ato na i ofrojnë. Prandaj ai numër është i limituar, numri, po themi, këtyre protezave artificiale. Dhe sigurisht që për shkak, kemi listë pritjes me patjetër, ajo respektohet. Leximi imazheve gjithashtu provonohet, aju pa një lexim të imazheve qoftë rezonancës apo rentgenit, nuk mund ta bëni edhe ju punën e juaj. Nëse unë lëshova diçka, doktor, ju jeni sonte këtu për gjithë ata që po ju ndjekin dhe për gjithë ata që kanë probleme me gjunjët. Unë do kisha apeluar si mjek i ri në përgjithësi se gjuri nuk është, kujdesi ndaj gjurit nuk është një luks, por është një nevojë. Për shkak se ne e marrim të mirëqen deri në momentet që nuk na dhem, por në momentet që na dhem atëherë ja dim edhe vlerën se sa vlerë pas ka patur ai gjuhë. Dhe në momentin që për kufizimet tona në lëvizshmërinë tonë të përditshme, përkufizohen apo ngadalësohen shkaku i problematikave të gjurit, atëherë ja kuptojmë vlerën. Do kisha apeluar sidomos, siç e lart përmendëm, mbi pesha, mos aktiviteti fizik, mos ushqyerja e duhur, ka ndikimin e posaçëm e sidomos në shëndetin e nyjeve. Doktor, ishte sinqerisht kënaqësi që ju kemi në studio. Ju faleminderit për këto informacione, këto sqarime në këtë temë. Unë shpresoj se do bashkëpunojmë edhe më të tjerë dhe shumë shpejt do ju kemi në studio si special. Faleminderit juve, faleminderit gjithë shikuesve që na ndjekën. Faleminderit, suksese të mëtejme. Ndërkohë, falendrimet shkojnë edhe në adresë të juaj shikues të nderuar. Ju faleminderit që edhe sonte ishit me ne. Shifemi të hënën e ardhshme.